Kjo është gjendja infrastrukturore e disa prej rrugëve të fshatit Osekpash të komunës së Gjakovës. Në mesin e atyre që ende nuk janë të asfaltuara janë rrugët Premgjokaj dhe Eduard Leshi. Banorët thonë se 4 vite më parë ata kanë participuar me mjete financiare për të asfaltuar këto rrugë, të cilat kanë qenë projekt nga qeverisja e kaluar. Mirë po prej 6 rrugëve që ishin planifikuar për të asfaltuar, vetëm 3 janë realizuar, ndërsa 3 të tjera kanë mbetur në gjendjen e njëjtë. Ne kemi një shqetësim e asfaltimin e rrugës. Ky ka qenë një projekt që ka filluar para 4 vite, që fillimisht janë realizuar 2 rrugë. Pastaj vitin e kaluar është realizuar edhe një rrugë tjetër, kurse 3 tjera kanë mbetur ende të paralizuara. Është bërë vetëm një stres zalli dhe asgjë tjetër. Do ne kemi shqetësim për shkak se edhe kemi participuar në këtë projekt. Familja jonë kemi investuar 960 euro për afërsisht 200 metra rrugë. Normalisht dëshirojmë që të përfundohet si projekt, pasi si na shfaq shumë problem, duke pas parasysh edhe zallin i cili është shumë i dëmshëm për automjetet, por njëkohësisht edhe duhet përfundohet si projekt, me qenë se është mirë në lagjes dhe fshatit. Përveç asfaltimit të këtyre 3 rrugëve, banorët po i shqetëson edhe mungesa e trotuareve në rrugën kryesore të fshatit, e cila lidh qytetin edhe me fshatra të tjerë të kësaj ane. Ushtron 3 rrugë, i lën 3 mes fshatit, kurse edhe ne kemi paguar sikur të tjerët. Kemi dëshirë edhe trotuari më konë. Gjithkun, unë i kam parë në vene më të largëta për i qytetit, i kanë trotuarët, ne s'kem trotuar. Ne nuk mujmë me shku kom në Gjakovë, më patë, unë du në më nalë në rrugë, më kalu kerët. Unë nuk e di pse kështu në mesim. Nga ana tjetër, drejtoresha e shërbimeve publike në komunën e Gjakovës, Kaltrina Biblekaj, tha se ky projekt i cili ka mbetur në gjysmë para 4 viteve, do të përfundojë së shpejti. Projekti ka fillu që 4 vite, si vjetë kemi 40.000 euro të planifikune për ndërtimin në Osekpash të rrugës. Do shohim se me këtë projekt mundemi me mbulu të gjitha pjesët, por dhe ato që nuk do mbulohen do shikojmë vitin e ardhshëm, të kryejmë si projekt në tërësi. Ajo që u pa pozitive këtu ishte shtrirja e rrjetit elektrik, e cila është bërë 2 vite më parë nga KEC. Mirë po mbetet shqetësuese mungesa e ndriçimit publik. E për këtë çështje, drejtoresha Biblekaj ka pohuar se kuvendi komunal do të planifikojë që në këtë fshat të ketë edhe ndriçim publik, i cili do të përmirësojë gjendjen infrastrukturore.